Zëvendës kryeministri Izet Mexhiti thot se Arben Taravari asnjëherë nuk i është ankuar atij për mos realizimin e çështjeve etnike, derisa ka qenë në koalicion. Pavarësisht se ai këtë e thekson si arsye për largim nga qeveria. Çështjeve etnike, siç thekson Mexhiti, ju ka dalë zot. Ai si zëvendës kryeministër i parë dhe Arben Fetaj, zëvendës kryeministër i partisë së Arben Taravarit, i cili tani për tani nuk e ka ndarë mendjen nëse do të qëndrojë në qeveri. Çështjeve etnike i kom dalë zot unë si zëvendës kryeministër i parë dhe në shumë raste edhe zoti Arben Fetaj si zëvendës kryeministër i dytë. Bashkërisht kemi punuar pra në ligjin për përfaqësim adekuat, në ligjin për gjuhën, në përfaqësimin adekuat dhe në tema tjera të ndryshme që kanë qenë etnike. Që do me thonë juve si ka thonë diçka Taravari për çështjet etnike? S'është ankuar që nuk po realizohen drejtat? Ka stenograme në qeveri dhe dëshira. Edhe VMRO-ja përgënjështroi Taravarin. Sipas tyre, arsyeja e largimit nga qeveria nuk janë çështjet shqiptare, por shantazhi i BDI-s dhe LSDM-s. Taravari не беше слушна да говори за тоа дека не биле добро третирани добро албанските прашања. Taravari nuk është dëgjuar të flasë për atë se nuk janë trajtuar mirë çështjet shqiptare, pasi edhe vetë ai disa herë ka thënë se qeveria kujdeset për shqiptarët. Taravari publikisht duhet të përgjigjet me çfarë është shantazhuar nga LSDM dhe BDI. A është diçka e lidhur me biznes apo ndonjë motiv tjetër, tha Dragan Kovaçki, deputeti VMRO DPMNE-s. Pretendimet ASH-ja i quajti shpifje të llojit më absurd. Ndër arsyet e largimit Taravari përmendi shfuqizimin e balancerit, zvarritjen e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe punësimet masive të maqedonasve nëpër institucione. Megjithatë, thelbi i konfliktit që përfundoi me ndarje fillimisht nga Vlenë dhe më pastaj dhe nga qeveria, duket të jetë kontakti i Arben Taravarit me kreun e BDI-s Ali Ahmeti, të cilin fillimisht e quajti si kanale komunikimi, pastaj tha se ka pasur vetëm një bisedë telefonike dhe krejt në fund u zbulua se është takuar 3 herë fshehur Azi.